Baba jem ka ngull këm pas ka dëgjuar moti që në haxh nuk mundet me shku një prind përderisa nuk i marton gjithë fëmijët e tij. Jo, s'është e saktë. Njeriu obligohet me shku në haxh në momentin që ka shnetin dhe ekonominë. Dhe me ekonomi çfarë kuptohet? Ekonominë për asaj nevojitet në haxh dhe ekonominë sa të jetojë familja e tij në mungesë të tij. Për shembull, me shifra aktuale, është një njeri që ka 10.000 euro të kursyera në shtëpi. Sa shkon haxhi këtë vit? 6.200. Ky do të mungoj 20 ditë nga shtëpia. Sa i duhet aty në 1.000 euro? Sa u bon? 7.200. Po sa i duhet aty andej? Themi edhe 1.000 euro tjera. Sa shkoj? 8.200. Këtij njeriu i obligohet me bë haxhin. Po s'ka bo shtëpi, s'ka martu kalem. Ora, ne po flasim sheriati, këtij njeriu i obligon haxhin. Ky inshallah le të martoj gjithë dynjon, ti mori me radhë. Ti martoj me komshie, me të afër, me Tiranën gjithë. Feja e Zotit thot, nëse ke shnetin, 1, nëse ke shpenzimin e haxhit, 2, nëse ke sa i duhet familjes tate në mungesën tënde, jo për i vit, në mungesën tënde, 2 javoshe apo 3 javoshe, obligohet haxhi. Maro historia. Ka thënë Zoti në Kur'an, men istata'a ilayhi sabila. Kush e ka mundësinë? Çdo thot fjala mundësi shëndetësore, ekonomike që i nevojitet atje dhe që i nevojitet familjes në mungesë të tij.